Një protestë ndryshe nga të tjerat, jo vetëm njerëz që shprehin shqetësimin e tyre me pankarta dhe megafon, por duke marrë me vete edhe qend. Këto kanë bërë aktivistët që mbrojnë të drejtat e kafshëve, ambientalistë, aktivistë të shoqërisë civile, por edhe njerëz të medias. Protesta është bërë përpara bashkisë. Nismëtare ka qenë shoqata për mbrojtjen e kafshëve, Arsa, dhe shqetësimi ngritur është vrasja e qenve, ndërsa mesazhet janë për më tepër dashuri për këto kafshë. Unë mendoj që neve t'i mbrojmë kafshët dhe t'i vrasim. Edhe po shikoj që aty ku jetoj unë të paktën, asnjëri nuk kujdeset për to. Kafshët i dua shumë dhe arsyeja pse jam këtu është se këta të shketët nuk kanë gojë të flasin dhe tortura që është aq e lehtë për njerëzit ti torturojnë, ti abuzojnë dhe kjo nuk mund të lejohet. Fondet i marrin, edhe jetën ja u marrin. E përse? Kush është i autorizuar të marrë jetën këtyre? Edhe atyre që janë për rrugë. Ne zgjidhjen e kemi ofruar dhe nuk është asgjë geniale, është një zgjidhje që kanë bërë shtetet fqinj, shtetet në zhvillim dhe shtetet e zhvilluara. Kjo është kapja e qenve, sterilizimi, vaksinimi tyre dhe mbarvajtja atyre që nuk adoptohen dot në një qendër. Të gjitha barbarë të vendit, gjithë qenie barbare me dukem, ka 24 vjetërisht që vrasin qenjet e pafajshme me 4 kem. Po çfarë duhet të ndodhë me qenë rrugë? Aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve thonë se duhen sterilizuar dhe më pas duhet adoptohen nga qytetarët pa i vrarë dhe pa i hedhur në koshat e plerave. Vetëm në rrjetin social në Facebook, thjerrjeve për protestë janë bashkuar 31.000 persona, ndërsa protestuesit për gati një orë kanë bërë thjerrje para bashkisë për t'i mbrojtur kafshët.